صحيح البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب من رفع صوته بالعلم. Edhe me temën duke folur për kapitullin apo rreth kapitullit të dijes ilmit, sipas Sahih Buhariut, Allah e pas mëshiruar, dhe në kapitulli ngritja e zërit për dije. Ngritja e zërit për dije. An Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu qal. Abdullah ibn Amr, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها. Në njërën prej udhëtimeve që i kishim bashkë me pejgamberin, apo që ishim bashkë me pejgamberin alayhi salatu wassalam, pejgamberin mbeti mrapa nesh. Fa adrakana wa qad arhaqana as-salah. Edhe gati sa vonuam për ta fal namazin. Wa nahnu tawadda, e përderisa ishim duke marrë abdest. Faja'alna namsahu ala arjulina, edhe filluam t'i japim mes, t'i lajm këmbët jo mirë, këmbët tona. Fanada bi'ala sawtihi Wailun lil aqabi min an-nar, kur pejgamberi thirri e ngriti zërin, edhe tha: mirë thamrat nga zjarri apo nga xhehenemi. E përsëriti 2 herë marratayn aw thalath, e përsëriti 2 herë apo 3 herë. Ngritja e zërit për dije. Kështu e titullon Imam Buhariu. Pejgamberi i bekuar sallallahu alaihi wasallam i kishte zakon që të vëzhgoj, të përcjell shokët e tij duke kryer adhurimet, ndërto edhe namazin. Qysh pe kryen adhurimet? Qysh pe marrën abdest? Qysh pe bien në sejdë? Qysh pe falin namazin? Mënyrën e kryerjes së adhurimeve, në mënyrë që ata të kryen të adhurime në formën më të përpikt, të mundshme. E pastaj, ai e din të mirë, ai i bekuar, se këta do t'jenë rnek mostër shembull për të tjerë që vinë me pas, do t'u përcjellin fenë të tjerëve. E nëse vetë nuk e kanë zbatuar mirë, nuk e kanë praktikuar si dohet, i bie kanë lanë diçka mangu, dhe se të tillë përcjellen të tjerëve me mangësi, dhe përcjellet feja e mangët. E kjo nuk është e mundshme. Andaj ai ishte shumë larpams dhe i vëzhgonte shokët e tij. Edhe pa vërejtur ata heq fare. Sikur se është ky rast këtu, ku Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma tregon se ishëm në njërin prej udhëtimeve, e që në Sahih Muslim, hadithë në Buhari dhe në Muslim, kanë qenë duke kthyer prej Mekës për në Medinë. Dhe erdhi koha e namazit, e sahabët, siç ishin kallabllak, ecnin të organizuar, duke kurrëtonin. Kur vente koha gjatë udhëtimit, kur vente koha namazit, ndaleshin, merren abdest dhe pritnin pejgamberin alayhi salatu wassalam që të vije, ta urdhëroj muezinin apo dikën të thret ezan, e pastaj edhe të falen, e këtë prinë namaz. Pejgamberi i bekuar zakonisht qëndronte në fund të grupit të ushtrisë, në fund.
në mënyrë që të vëzhgoj shokët e tij. Dikujna devja s'mundet me I hecë, dikush mund të jetë I sëmur, dikush mund të jetë I lavd, ndoshta kanë nevojë dikush për ndihmë. Kështu që ai vëzhgonte prej fillimit deri në fund, për zakonisht rrinte në fund. Kësaj radhe, duke ardhur rrugës, I zëri namazi qindis, siç është sekur në Sahih Muslim. Dhe sahabët nuk morën abdes në fillim, po e presin të vijë pejgamberi, alayhi salatu wassalam, dhe ai të falet me ta, e të marrën abdes atëherë. Por pejgamberi kësaj radhe vonue, dhe këta e shtyn namazin. E shtyn namazin nga vullneti dhe dëshira është të falën pejgamberin alayhi salatu wassalam, siç thot Ibn al-Battal, e jo për tjetër, nga se falja namazit në kohën e vet është për punëve më të dashura të I madhi Allah. Në kohën e vet e fjala në fillim të kohës është për ibadete më të dashura të Allahu. Por ka raste ku lejohet me shtyje namazin, nëse fjala vije, nëse është çështja më prit xhamat dikën për më bëmë kallabllak, e me nxanë sevapin e xhamatit, e në këtë rast me nxanë sevapin e prirja si pejgamberit alayhis salam se imam, apo daljes e tina si imam, falës e namaz me pejgamberin, nuk është sikur se me falë namaz me tjetër kënd. E rëndësishme është se këtu në hadith, Abdullah bin Amri po tregon se kur sahabët e panë që koha I qindis po shkon, u afrua koha akşamit, nuk ka më kohë me prit kërkon. Shpejtuan të marrën abdest. Dhe nga ngutia e marrës e abdestit, apo nga ngutia tyre për me marrë abdest, me falë namazin, këta nuk u kujdesen shumë kësaj radhe për me la shputat e tyne, kamët e tyne. Por me dur të lakta e fërkuan, qysh I jep njeri mes të kresë. Këtë kohë, pejgamberi alayhi salatu wassalam arriti dhe I pa. Se nuk për I lajnë kamët si dohet, respektivisht larja kamëve të disa për tyne nuk është të nivelit të duhur. Dhe pa e përmend dikën me emën, apo pa I thonë diku jo filan që ka je ka bën, a I ngriti zërin dhe tha wailun lil aqabi minan nar, 2 herë apo 3 herë, mirë thembrat nga zjarri, në klapa, mirë thembrat të cilat nuk lahen nga zjarri I xhehenamit që do të prek ato. E që hadith është shumë I qartë se larja e kamëve dhe çdo pjesës e kamëves, e laqab janë themrat, dhe themrat janë pjesë e shputës e kamëve. Është vajib, është farz. Dhe se kjo është mendim I 4 mëdhëbeve, unanim dhe ehle sunetit, në përgjithësi, se larja e kamëve është farz për farzeve të abdestit, e jo dhënia mes, që shmendojnë shijat, të cilët nuk I lajnë kamët, por u japin mes. Imam Bukhariu nuk e cek këto hadithin për të treguar se si duhet mirët abdesti, sepse për mënyrën e marrjes e abdestit, kjo flet në një kapitull që vije më pas, më njëherë mas Kitabul Ilm, e që është kapitulli I abdestit, ku atje prap flet për këtë çështje, për rëndësinë e kujdesjes së muslimanit për me la çdo pjesë të abdestit, çdo pjesë të gjymtyrëve që është obligim me lag në abdest, ndërto edhe shputat.
E pejgamberi ali, por këtë cek për diçka tjetër, shtash e potencoj. Por ky i bekuar, pra u atë heki vërejtjen këto, që të kenë kujdes të lajnë kam të mirë. Mirë themrat nga zjarmi, nga zjarri. Mirë themrat nga zjarri, sepse themra e cila mbetet pa u lagur, e zakonisht themra mbetet pa u lagur, dhe këtu e ka pa që mbet, edhe është në hadith tjetër atë që vijet e abdest, e ka pa një njeri personalisht, i cili e neglizhoi themrën, maslarja apo lënia pala ndo një pjesë të abdestit, që e bie, rezulton me të qendurit e robit pa abdest. Mos pranimin abdestit. Mos pranimi abdestit e Allahu, është mos pranimi namazit, sepse pa abdest nuk ka namaz. Inna Allah la yaqbalu salatan bi ghairi tahur. Allahu nuk e pranon namazin pa abdest. E mos pranimi namazit, respektivisht pa namaz, robi shkon në xhehenem. Dhe kjo është argument në mënyrë indirekte që tregon se pa namaz nuk ka xhenet. Dhe se pa namaz robi ka për me shku në xhehenem. Respektivisht e meriton xhehenemin, përpos nëse e falë Allahu i madhruar, ajo është çështje e tij. Dhe kjo është parim e ehli sunetit. Përndryshe lënia e namazit, mos pranimi i namazit, te madhi Allah do të thotë se robi meriton xhehenemin. Allahu na ruajt. E hadithe që flasë për rëndësi namazit nuk kanë të numëruar. Qoftë drejt për drejt, direkte, dhe qoftë në mënyrë indirekte, sikur se ky hadith këtu. Pra, Imam Bukhariu e cekit hadith jo për të treguar mënyrën e marrjes së abdestit, por të treguar diçka tjetër që të llojin fillim ngritja e zërit për dije. Nga se pejgamberi alayhi salatu wassalam e ngriti zërin me zatnal tha wailun lil aqabi min an-nar, dhe njëjtën shokt 2 herë apo 3 herë madje përsëriti. E që nën kupton se lejohet për mësuesin, për ligjëruesin, për khatibin, për këshilluesin, i cili do të këshilloj, të mësoj të tjerët që të ngrit zërin në mënyrë që të kuptohet më mirë, dhe ai bekuar të shkon në hadithe të vërteta në hutbe, edhe hutbja është fjalim, është mësim, e ngrit të zërin shumë, lartë, në mënyrë që ta kuptojnë të gjithë. Dhe se një gjë ati lejohet, e po mos të ishte lejuar, nuk do të ngrit të zërin asnjëherë. Imam Tahaviju, Allah e pas mëshiruar, tek larja e kamve këto thot, nuk do të thot asnjëherë, nga hadithe se sahabët ju kanë dhënë mes të kamve, e që ka për qëllim këndërshtu shijat atje, asnjëherë, por këtë që ka ndodhur këtë rast, nga ngutia e tyre, e që njeriu kur ngutet shumë, mundësia me lanë diçka mangë shumë e madhe. Për atë arsye ibadeti duhet bëhet ngadalë. Punët e dunjas, edhe nëse ngutesh në to, apo gjatë tyre, edhe si rrjedhoj lënë diçka keq, nami s'bahet. Por punët e dinit bëhet nami. Sepse namazi shkoj, koha kaloj, muaj nuk kthehet. Dhe ti mendon se ke bën namazin tamam. Si fjala vjen këtë rast. A namazi nuk është pranuar. Dhe jo një herë, mundot disa herë, dhe neglizhon robi. Dhe kjo nuk është vetëm të abdesti, këto është cek për abdest, por edhe për gjëra tjera. Për ata shembull, e që na vjen inshallah të namazit atje, që cekim në Bukhariu, edhe kapitull të tjerë,
robi do një herë vanon i qindi, namazin qindis, deri sa dielli gati përëndaj. E pastaj jenë kurë në kreddik. Bien në sejdë se kurse gjeli tak kur han kokrën. A shpejt e kap sa që meze që e vrejnë. Pra bie që në sejdë, pse më nëzan para se më përëndu dielli. Ku ke më heret? Namaz është namaz. Duhet të përkujdeset robi për te, edhe është detyra më e shajt, më e shtrejt, më e vlefshme, më meritore, që ne të përkujdesemi ndaj ti apo ndaj saj, t'ja dërzojmë Zotit ton, të bareke ve teala në mënyrën më të mirë, që kërkohet nga ne dhe që ne mund të bëjmë. Pra kjo ishte shkaku, apo kjo ishte shkaku pse Imam Buhariu e ceki këtë hadith këto, e që është lejimi i ngritjes së zërit për t'u shpjeguar, t'u mësuar njerëzve fenë, për ndryshe për marrjen e abdestit, apo mënyrën e marrjes së abdestit, flet në kapitullin e abdestit. Wallahu alem, Zoti del më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحيح البخاري